Sot në program është i ftuar shkrimtari dhe filantropi Zejadin Dedinca, ku do flasim për krijimtarinë letrare, për angazhimin në diasporën shqiptare në Kanada dhe kontributin e tij në mbështetje të arsimit dhe të komunitetit shqiptar. Mirë se erdhe. Mirë se gjej, vandet për ftesën. Na trego për librin e fundit, Flaka, së pari, e më pas do të kalojmë bisedën edhe në tema të tjera në angazhimin tuaj si në diasporë, si në punën tuaj si filantrop, edhe po ashtu në krijimtarinë letrare edhe për dy libra të tjerë. Na trego kur është botuar? Libri është botuar të premten e kaluar së ndjavë. Dhe kujt ja keni kushtuar? Ku e keni gjetur inspirimin? Unë shkruaj që kur isha 8 vjeçar. Janë të gjitha tematika të ka për dashurinë, ka për adheun, ka për gjuhën, ka për ata të zhdukurit. Dhe do të ndalemi pak tek libri juaj, i cili është pranuar në arkivin e Montrealit, si libri i parë në gjuhën shqipe. Cili është vlerësimi juaj? S'po ku ti tregoj, 2 librat e mia janë pranuar, domethënë 2 librat e para, autobiografia Rrugët e mia dhe në të dëtë. Unë kam punuar shumë të pranohet ato. Mendoj që të që duhet të vazhdojmë të punojmë të dërzojmë, është një fat i madh jetë libri në gjuhën shqipe i pari. Të pranohet. Çfarë keni bërë që të pranohet ky libër? Çfarë kritere ka pas? Në gjuhën shqipe nuk pranohen. Pranohen frëngjisht. Ku jetoj në Quebec është frëngjisht edhe frëngjisht e pak anglisht. Unë kam shkuar rregullisht, s'po ku mbi 10 herë kam vizituar atë vend, kam me 10 emaila që kam pasur korrespondencë me ta. Dikur e gjeta një arsye shumë të mirë, shumë të lehtë, që nuk e kisha menuar më herët, ishte edhe unë jetoj në Montreal. Banor i Montrealit jam. Dhe kjo më ndihmoi tam drejtën. Po shumë nuk e dim. Ka shumë shqiptarë, poetë dhe shkrimtarë që janë atje në Montreal ku jetoj. Një nga ata më tha u befasua kur e pash se është pranuar libri jet ato. Çfarë ndjenjë është? Është shumë e mirë. Unë them që ku punu po është fat i madh. Ti jet libri në ku është në pjesën franceze në gjuhën shqipe, është me vetë fat. Është një e madhe. Ju keni marrë pjesë po ashtu edhe në festivalin e librit në Toronto. Si e përjetuat gjithë këtë eksperiencë? Ishte hera e parë që isha vizituar një panel të librit, festival librit. Ishte shumë mirë. Kam takuar shumë kolegë, mi shkrimtar, poet. Dhe ishte mirë, ishte mirë. Organizimi ka qenë shumë i mirë. Kishte me mira autor librave. Kjo ishte shumë mirë. Atje kam kaluar shumë mirë dhe do ta kujtoj si hera e parë. A kishte nga komuniteti shqiptar atje? Ishin 99% ishin komuniteti shqiptar. Kishte edhe ata ish më e mira që kishte fëmijë që nuk dishin shqip mirë, po e duan librin. Dhe unë jam befasuar që thëmë vetëm 90% libra që kisha marrë me vete nga Montreali janë shqitur. Dhe ato që më kanë mjetër ja dash fëmijëve, edhe pse s'deshin shqip, kishte fëmijë vullnetar që kanë ardhur me të ndihmuar panalinë e gjuhës shqipe. Cilat ishin komentet e tyre, përshtypjet e tyre, çka kishin interesë më shumë? Varet pe moshës, kishte ata që ndeshin në poezi se më mirë do ta kuptonin. Dhe kur e thonë poezi e fshalën në të ditë në atë kohë kisha, por atë biografinë kam ndarë më shumë në ata të rriturit. Po dalemi pak tek 3 vëllimet e librave tuaj, pikërisht me fokus tek ky libri i fundit që është botuar sot një javë, Flaka, pra poezi. Edhe më parë të pyeta ku e gjen inspirimin për të shkruar. Ato më inspirojnë mua. Dhe unë shkruaj si stash që kur kam qenë veçore, unë kam një orar të caktuar. Nga ora 4 deri në 6 të mëngjesit unë zgjohem, ulem tavolinë, kafën përpara edhe shkruaj. Po me të vërtetë më inspirojnë, duke folur me ty, ja tani po flas me ty, sot do ljash 2 fjalë të tua ti marrë dhe krijoj një poezi. Po. Na tregon ky libër kujt i kushtohet? Kush e gjen veten kur e lexon? Unë. Më shumë ti unë kam shkruar më shumë ti për vetë jetën time, por kam shkruar edhe për një dëshmor, një shok miku jam që ka vdekur, është mbytur në luftë. Për një poezi për ata që janë të zhdukur në ditën e sotut, edhe ditën e sotut, gjatë luftës. Dashurisë, i kam lënë me patjetër. Për gjuhën shqipe kam shkruar një poezi me 2 faqe, mos më merr zot jetën pa bërë gjuhën shqipe ime fort. Zoti Dedinca, ju përveç letërsisë keni ndihmuar edhe 25 shkolla me pajisje kompjuterike, po ashtu edhe një shkollë në gjuhën shqipe në Montreal. Na tregon çfarë ju shtyu drejt këtij angazhimi? Ishin nga 2 arsye. Në vitet 80-90 na mbyllën shkollat në gjithë
Kosovën e sotit që quaj jone, dhe tani janë hap shkollat, pse mos investojmë në to? E arsyeja e madhe që ishte koha tani, ishte pandemia 2019. Në 2019 fillova të ndihmoj, bleva laptop, sjella duke dëgjuar që punonin njerëzia, fëmijët nga shtëpia. Dhe ato fillova me ndihmu me laptop, një laptop. Kur shkova vizitova shkollat e pashë shkollat ishin edhe më keq se ata që s'kishin zënës, fillova kabinetit e shkollës, ku kam filluar nga Vlora në 4 komuna të Kosovës të Sodit dhe kam dalë në Bujanovc. Për këtë edhe quaj gjithë shqiptari jone. Po tani isha edhe në Gosevar. Jam në kaluar ishin nga Sevar. Doja me shku dhe në Pazarën e Sodit, tregoneri, por për fat mirë po vjen një ndër, ajo është nga përshqiptarët, do të vjen Prishtinë nesër pas nesër, do t'ja dhuroj laptopet të kam shpirë për to. Në Montreal kam dhuruar shoqatës shqiptarëve që është komuniteti tonë dhe shkollës për fëmijë, edhe librat e mia, por edhe laptop. Unë shoh se detyrë time, nuk është diçka që po bëj shumë për ta. Çfarë ndjesi është kur e ndihmon? Varet ku i jep, unë kur i jep disa fëmijë këtu në shqiptari edhe i shek me emocione, nuk kam fuqi as më të afër, disa dhe për fat keq dhe duart ju dridhen apo trupi ju dridhet për gëzimit. Ka pas kohë kur kam çajt edhe vetë, kupton. Ndoshta më shumë kam çajt se ata. Sa kam parë janë edhe shumë mirë njohës. Shumë mirë njohës, shumë mirë njohës. E vetëm një gjë dua të përmend edhe këto që dogana po na krijon problem, për tjerat jemi shumë mirë. Po ndalim pak edhe tek sfidat e kësaj pune. Në çfarë sfida tjera ballafaqoheni? Përveç doganave nuk kam. Unë kam natë kur të vi, i kam disa kolegë ose shoqëri. Një ndër to është një shqiptare italiane e cila punon për Air Canada dhe i qet deri 6 çanta, 7 çanta valigje pa asnjë dinar, që një valigje është 23 kg. Laptop, 5 laptop përpojnë afër 20 kg. Dhe nuk më kërkon lek fare, më ndihmon. Thash kam ndihmoj në shkollë, kaq dua. Po. Ju pashu jeni një kritik i gjuhës. Mundona ta mbroj gjuhën shqipe. Si duhet ruajtur gjithë ata që janë në diasporë, gjuha shqipe, sa më shumë? Unë mendoj që jo vetëm diasporë, edhe këto. Se kur dal eci nga Dardania deri te Trego i Gjelbër, unë ndillën e kaluar nuk e ndëgjova asnjë duke folur shqip. Me vjetra që kalova. Pastaj më ka ardhur me shkune për shkolla shqipe ku kam dhuruar kompjutera, i kam dëgjuar fëmijët duke folur në gjuhë tjera, pa i cek gjuhë të tjera. Unë mendoj që duhet të jep një ligj. Këtu është shumë një pyetje mirë dhe po ndalem ku jetoj unë, e kanë ligjin për mbrojtjen e gjuhës frënge. Dhe ai ligj i detyron ose na detyron neve edhe fëmijët të dërgojmë në shkollë shqip, por edhe tastera ose edhe programet të janë në frëngjisht, jo anglisht. E pse jemi në Kanada, pse mos të bëjmë edhe në një gjë të tillë? Edhe ne jemi të rrethkuar nga kombe tjera të cilët me të vërtetë do të asimilionin. Me iniciativën tuaj, po ashtu është korrigjuar një emërtim Prishtina-Jugoslavia në Prishtina-Kosova. Edhe kjo është shumë interesant, është një shkollë për më të mësuar gjuhën frënge atje dhe ato shkojnë, është shkolla kryesore në Montreal ku shkojnë të huajt me mësuar gjuhën frënge. Kanë shkuar me mira shqiptar për fat keq dhe të gjithë kanë nënshkruar Prishtina-Jugoslavia. Kur shkova one nuk pranova, isha në gjendje të bëj çdo gjë veç mos ta afroma ato të nënshkruaj. Kur po Prishtina-Jugoslavia ishte një ndër gjërat më të këqija që kam përjetuar. Dhe i kërkova që ta nënshkruajnë, më thanë se pse je kaq arrogant, i thirrin policinë e tjerë, thënë unë isha gatshëm me policë. Edhe thash unë jam edhe publicist, do të shkruaj kundër jush. Jo, s'ki drejt, thash unë kam drejt. Hini në Google dhe shikoni se që shkruajnë, ne kisha filluar të publikoj shkrimin në gazetën Flas Shqip. Pastaj ajo më tha, "Ok, ne të shikojmë, më pak më të mirë më qetësoj." Unë thash kur të mbaron kjo, më thërni ose më dërgoni një email edhe vi. Të nesër me në gjestë, thuaj se unë s'flaj natën në këtë gjë, unë du shumë shqiptari, në gjuhën shqipe, nuk kemi perfekt, se jetojmë që 33 vjetë jashtë, po duke që 33 vjetë flasë gjuhën shqipe shumë mirë, ta ndëgjoj shunin tim, e kam djallën 20 vjeqarë, nuk e mendoj që ka jetu jashtë, e flet gjuhën shumë mirë të pastër.
Po. Dhe arritët ta ndryshoni. Ishte një procedurë e gjatë apo? Të nesër shkova te kryetari, domethënë i federalëve dhe të provincës, si kemi dy andej. Bisedova me ta federali, nuk ishte ato, provincionali ishte ato, bisedova pak edhe si ja dhash si kërcënim që nëse se boni, unë do të punoj më gjatë. Provincës i japsha shumë aty që unë do të shkoj në federal, se federali ka New York Kosovën, dhe federali është Kanada. Dhe morën shumë serios, kam me 10 emaila për ty, dhe nuk i kam përgjigjur për të friguar pak. Dhe mas 28 orë në realitet, pa u bërë 28 orë, më erdhi emaili të cilin e kam edhe në libër, e kam shtypin libër, është emaili ku më thënë që ato që ke kërkuar ti për shtetin tënd është pranuar, është korrigjuar. Dhe kjo është shumë gëzim i madh. Po i keqja e sojna që unë i kontaktuar shumë të tjerë, ambasadorë të tjera, dhe më thanë që jo hasëm gjithan dej. Ne hasëm, po të punojnë për shqiptari, është e jona. Ka shumë edhe me këmëtar që punojnë për Kosovën, Shqipërinë, apo shqiptarin si që quaj. Po ka dhe të tjerë që ajtë si bëhet mirë. Nga njerë mjafton edhe reagimi, rastet një reagim. Po unë një që edhe ka dhe nga ata që sot punojnë, ose dje kanë punuar në vende të larta në Kosovën e Sotit, dhe kanë shkuar Prishtinë e Jugoslavia. Nuk e di. Për çka punon për Kosovën, kurse aja atje nuk është interesuar për Kosovën. Ne duhet të interesohemi ku të jemi, s'do thotë që vetëm kur të jemi në Kosovë do ku të paguhemi, duhet bëjmë diçka pa pagesë. Unë gjitha misionet e mia kanë pa pagesë. Kohën time e përgjithë shqiptarisë. Unë është si detyrë. Edhe kemi ish kryetar amerikan, ku thotë që mos kështu apo bën shtetin për ty, kështu apo bën ti për shtetin. Po, një kontribut i secilit prej nesh sigurisht. Kaq mjafton. Po. Secili ka një pikë ujë mushit. Zoti Zedin, do ta vazhdoni punën si filantrop, por edhe si autor i librave, do të kemi libra të tjerë nga ju në të ardhmen? Patjetër. Unë kam shkruar sigurisht 8 vjeçar, dhe do të vazhdoj nëse kam shëndetin. Libra kam edhe gati, është libri Rrugët e mia 2, thotë se është sjellur në gati në jetë, edhe të jetë mendoj që herën Rrugët e mia ka të bëjë me rrugën tuaj të jetës? Jetës. Është një autobiografi, por Rrugët e mia 2 do të ndryshohet edhe mënyra, do dahet në 2 pjesë. Ku në pjesë do të jenë shkrimet publicistike të mia dhe shkrimet që ende s'ka publikuar, që kam shumë. Dhe do të një anën tjetër do të jetë misione dhe autobiografia ime. Do të ndahet, kjo është e gjitha bashkë. Dhe për fund bisedë, cili do të ishte një mesazh juaj për gjithë ata që po na dëgjojnë? Punojnë për shqiptari. Punojnë për shqiptari. Kjo është gjuha shqipe të mbrohet. Unë uroj mas pari për qeveritë tona, gjithandaj të punojnë për gjuhën shqipe, se gjuha shqipe është detyrë, do të jetë obligim për secilin. Në Maqedoninë e Sotit, si shembull, e shkruan një shkrim shumë të vogël që duhet flitet gjuha shqipe, duhet jetë zyrtare. Dhe jo vetëm ato, edhe të pjesë tjera. Uroj që prindet, shoh edhe fëmijë, prind duke folur fëmijën në gjuhën e anglisht, frëngjisht, gjermanisht tjera. Uroj që të kthehen nga gjuha shqipe, nga rrënjët e veta. Nëse më pyetet për flakën, flaka e ka një domethënie shumë të madhe, fillim as të përgjigja, për kjo po lidhet me këtë pyetje. Flaka domethënë kthehet në rrënjët e veta. Unë më kanë quajtur flakë në Gjermani, kam jetuar 7 vjet, flaka më kanë thirrur. Dhe nga u ktheva përsëri. Do të kthehem edhe ata që nuk e Ka qenë një novk për ju? Po, flaka. Një rikthem në rrënjët tuaja. Dhe unë uroj që edhe ata që kanë gjak shqiptare të kthehen në shqiptari përsëri. Unë falenderoj shumë, me të vërtetë ishte një bisedë shumë e këndshme në këtë mëngjes, edhe pse me dëshirë do ta vazhdoja më shumë, po kaq është edhe koha e limituar. Besoj do të shihemi sërish me projekte tjera të radhës. Shumë faleminderit, nga si e ime të jem këtu, pas 6 muaj do të shihemi përsëri me librin tjetër të radhës.